Mëngjesi njerëz, tani po hapja kutin, madje e kam nisur me ta hapur kutin që kam me zbukurimet nga viti kaluar. E thash të rregulloja pak sepse tani për sa kam morën këtu, po më duket për diku tek për gjysmëora, për 25 minuta, do shkojmë për të marrë pemër që mezi po e pres. Madje edhe u bëra gati, kam veshur këtë bluzën, është pak e gjatë, me këto streqet e kafe, edhe kam veshur këto çorapet e gjata, sepse po mendoj që të vishja çizme, duke qenë se tek përshkrimi që kemi aty tek ai aplikacioni ku do shkojmë për të marrë pemën, domethënë thuhet që duhet të marrim dorashka të përshtatshme edhe këpucë të përshtatshme, edhe ku kam këpucë të përshtatshme më mirë se sa çizmet. Edhe tani po hap këto. Mbaj mend kam bler këto çorapet që para 2-3 vitesh, po diku tek 3 vitesh kur më futur te kjo shtëpia këtu. Edhe kam akoma, as nuk e kam veshur, as nuk e di për çfarë do i përdor, por që kam akoma këtu. Ndoshta e veshur për të bërë ndonjë foto cute, po besoj se kaq. Edhe gjëja që më pëlqen më shumë te këto zbukurimet e mia janë këta. Të bukurit. Kjo është i gjatë dhe zvogulohet kështu, mund ta bësh të shkurtër, mund ta bësh të gjatë, domethënë nëse të duash. Edhe do vë diku këtu vërdall nëpër shtëpi. I kam vënë edhe emra, po s'po thon emrat se janë emra shumë të çuditshëm. Edhe kam edhe këtë këtu. Ky e ka këtë pjesën në fund goxha të rëndë, kam ato ose tip saçma të vogla, edhe mund të qëndroj ulur rehat. Kështu që edhe këto do e vendos diku këtu vërdall. Këtu kam këto gjërat kështu për të bërë biskota edhe nuk kam përdorur kurrë, edhe këto kanë 2-3 vite në fakt që janë bler. Edhe janë kështu me format e kjo ka këtë formën e dorakut, yll. Ky besoj është baba plaku, po. Gjithashtu edhe këta. Këto e kemi përdorur kështu kur gatuajmë për darkën e vitit të ri edhe për darkën e Krishtlindjeve. Edhe kështu. Tjetër që kam, pastaj këto tjerat besoj janë të gjitha zbukurime për pemën, pas kam një qese tjetër. Kemi këtë gjën e kemi pas bler në TJ Maxi vitin e kaluar, edhe është goxha e lezetshme, ka këtë yllin, është kjo lindja e Krishtit. Edhe po, kjo do vendosem në një vend këtu të lezetshëm diku vërdall, që të duket bukur. Pastaj kemi këtu ka shërita dhe disa pemë. Kisha harruar këto. Kam shtëpit që janë me drita. Pa, ke. Dalë t'i heqi. Kam futur në këto qeset, edhe madje do t'i ruaj këto që t'i kem. Edhe kanë drita. Nuk e di në duken sepse është pak është ditë jashtë. Por që po, kam 3 lloje të tilla edhe nuk e di se ku do i vendos, me shumë mundësi aty tek hyrja ku kam pasqyrën, por që besoj se do i vendos ose kur të kthehem sot nëse nuk do jetë shumë vonë, ose do i vendos nesër sepse jam përsëri pushim. Kam edhe kështu, këto të lezetshme, edhe këto duan lar, e para do t'i fus për të lar, edhe më pas do të rregulloj aty tek vendi ku kemi kafen. Kam edhe këtë çiftin e lezetshëm që është kështu cute. Këtë e kam patur që në fillim fare kur kemi vënë për herë të parë pemën e Krishtlindjeve dhe i mbaj akoma, nuk e di ku do i vendos kështu, sepse nuk kanë as vende për të varur. Dhe dëshiroja në fakt që të kishin, duhet të gjej një mënyrë se si t'i vendos diçka dhe t'i varë tek pema më mirë. Kam goda kështu të çuditshme të veçanta, por që këto do t'i hapim më mirë kur të rregulloj atë vendin e kafes andej. Edhe për të gjithë juve që s'kam thënë, kam marrë një makineri kafeje që e bën kafen super të mirë, madje më pëlqen më shumë se sa kafja që shkoj edhe blej andej që bën $7. Edhe po, nuk e di, do të kem edhe zbukurime të tjera, nuk e mbaj mend. Madje kam edhe pemën që nga viti kaluar, nuk kam ndërmend ta hedh sepse me shumë mundësi vitin tjetër prapë me këtë punë do merrem. Besoj se do vendos pemën që kam patur, por këtë vit donim që të bënim këtu eksperiencën e veçantë dhe ta merrnim. Edhe një gjë tjetër që kam bler është kjo. Fleta me ngjyra. Pse do thoni ju? Sepse dëshiroj që të rikrijoj ato shiritat që bënim kur ishim të vegjël. Nuk e di, unë kam shumë, më pëlqejnë shumë këto gjërat, jam shumë nostalgjike për këto gjëra që kemi bërë gjatë fëmijërisë. Edhe kur nuk më ka pëlqyer ajo pema me këto ngjyrat e bezha, me ngjyra shampanjë, nuk e di, dua atë pemë klasike, me ngjyra sa më të kuqe, me sa më shumë ngjyra mundësisht aty. Edhe po mendoja që të bëj edhe nga këto shiritat. Edhe nuk e di nëse do preferoja të gjitha ngjyrat apo jo, me shumë mundësi jo, por di që kam për të bërë të kuqe, ndoshta bëj edhe të bardhë, ndoshta edhe miksoj. Edhe
nuk ka të jeshile të errët, dëshiroj një të jeshile të errët, sepse po mendoja që të krijoja me letra ato pemët e vitit të ri, por që nuk e besoj se do të bëj, ndoshta vitin tjetër me kismet, por që di që do bëj shirita të kuq patjetër edhe të bardhë, ngjyrat e tjera pastaj të shohim. Edhe gjithashtu kisha në plan të përsëritej palë dritat e tjera, sepse nuk jam e sigurt nëse kam mjaftueshëm drita për pemën apo jo. Nuk e mbaj mend fare se sa e gjatë është, sa të gjata janë dritat e mia. Gjithashtu kam përsëritur disa yje që t'i vendos sipër, por që ato mund të më vinë ose sot ose nesër, kështu që jam duke pritur ato, do t'ia tregoj edhe ato. Tani do nisem, nuk e di të bëj një kafe me vete, sepse do pim atje kakao edhe këto gjëra. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we White tag stays with you for your tree, and then on your way out, you're going to return the green tag to me, and you'll show me your proof of purchase ornament. Shikoni, kanë marrë njerëzit i ka vendosur sipër, ne si vendosim do të sipër. Tani do gjejmë parking spot, na kanë dhënë këtë gjë për të vendosur makinën, parkojmë domethënë. dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Erdhëm këtu, morëm sharrën, po tani do shkojmë të pyesim se si funksionon, se thjesht po ikrim kod vet. Edhe të shkojmë tani të zgjedhim ndonjë kështu të bukur KitKat. Oh yeah. Fusha plot me këshia. Carolers are singing outside our door, lovely. Erdhëm këtu te fusha, po fusha është aq gjigande sa nuk dim se çfarë të zgjedhim. Edhe ishte 5 edhe 6 fit, më duket ishte $90. Edhe pastaj kishim sa fit ishte atjetra. Më duket 6 deri në 7 ishte $100. Edhe tani po mundohemi që të marrim atë perfektin, që t'ja vlen edhe lekët në fund javore. Por që ka lloje të ndryshme, këto besoj sa bëj kanë mbjell, edhe ato ka kështu të mëdhaja, por disa prej tyre janë edhe pak si bosh, si puna e saj. Edhe nuk di që të zgjedhim akoma, por ka edhe pemë lloje të ndryshme, domethënë to gjethet i kanë të ndryshme, si për shembull këto. Kjo këtu është e vockël akoma, po shi si e ka gjethe. Ka këtë llojin kështu, ndërsa kjo e ka pak më ndryshe. Edhe nuk të shpojnë, jo, janë kështu të buta.
Edhe po mendojmë që të gjejmë atë perfekten, por që shumë bukur. Edhe gjëja perfekte që na qelloi është fakti që ka rënë borë. Nuk e prisja këtë pjesën e borës, nuk e prisja, sepse në New York njerëz është akoma vjesht, nuk është kaq ftohtë edhe po të ka rënë borë. As we walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Ka goxha pemë të bukura, po janë goxha të gjëra poshtë dhe hapësira që ka mund të salloni është shumë e vogël, kështu që prandaj nuk është se po i marrim. Edhe ka disa të tjera si punë e këtyre që nuk e di pse, po i duken shumë këto pjesa e trungut, edhe duket sikur është pak si e tharë. Nuk e di, këtë përshtypje më jep mua, nuk e ka atë trungun e njom, siç për shembull e ka kjo tjetra edhe nuk i duket shumë. Kjo duket pak më i yeshil, dhe duket pak më i gjallë si pemë. E kemi gjetur një, po dua që të vetë të shkojmë në ca të tjera vërtall, ku shumë për fiksim. Edhe më pas do vëmë ta presim. E morëm pemën tanë, që dhe jetë edhe pema tonë. Hajde ikim tani sot! Një bashkë. Në lidhen sipër, në lidhen këta burra që ndihmojnë këtu. Edhe shikojnë, kemi edhe shqiponjën aty normale. Edhe shikojnë, tërëron, kjo është edhe pema tonë. Shumë eksperiencë e bukur sot. Edhe unë me kakaon time këtu, sepse në edhe në fala se ofronin aty. Edhe mund të uleshim tek zjarri. Hello nga dita tjetër, dua të tregoj pemën tani sepse kam rregulluar që dje. Mendoja në fakt që ta rregullonin bashkë, por pastaj vendosa që ta bëj vetëm në qetësi kështu të marr atë kohën time. Edhe mua më pëlqen shumë, do ta tregoj edhe juve dhe të më thoni ju mendimet tuaja. Unë kam zgjedhur është kjo. Okej. Pema duket kështu, më të largoj pak më mbrapa. Më bërë me topa të kuq, edhe topat kanë këtë pjesën e si tim velvet. Këto në fakt i pata bler vitin e kaluar nga Timuja këtë. Ishte një pako dhe ka kështu të ndryshme, ndërsa ato që janë pak më të vogla, janë këto dy lloje. Okay. I kam velvet të kuqe, edhe ky që është pak më i vogël e pata bler para 2 vitesh, më duket në një dyqan këtu në Manhattan. Më duket në Michaels, që ka gjëra kështu për zbukurime, paketime, gjëra të tilla, tip për crafting më shumë. Edhe këto të tjera që kanë forma të ndryshme, kjo ka këto si vija, i kam marrë nga Timuja vitin e kaluar dhe madje kjo më pëlqen më shumë, nuk e di pse, më pëlqen kjo e vishnja, edhe pse ndoshta kjo e kuqja duket pak më bukur këtu. Por po e kam bërë me këto, një theva duke i rregulluar, edhe ja ti vendos pak këtu ku ishin. Edhe nuk e di, mua më pëlqen shumë fare se si ka dalë, ndërsa për dritat kanë këtë pultin që mund t'i komandoj edhe nga larg pa vajtur aty. Mua më pëlqen shumë kjo këtu sepse thjesht bën pak shajni dhe dritat këtu poshtë i kam vendosur. Tani po e vërej që po e shikoj nga kamera. Janë shumë poshtë aty dhe sipër është pak bosh. Nëse.
se do ta rregulloj prap sepse di e bëra kështu. Me të shpejtë jo, po e bëra kështu, nuk e pash ato detajet tamam. Gjithashtu kam edhe këto topat e tjerë që janë me të bardha edhe këtu poshtë. Këto e kam vitin nga viti që kur kam në pemë për herë të parë. Edhe ky është ylli i pemës, edhe kam edhe atë yllin aty që e kam marrë nga Timuja. Kam vendosur vetëm atë aty sipër sepse të tjerët akoma nuk e kam rregulluar siç duhet, sepse dëshiroja që të vendosja një pak a shumë aty ku është, edhe dy të tjerë pak më në corner nga ana këtej. Te ky corneri këtu edhe ti vendosja sipër në tavan, por që të lëshoheshin pak më shumë për poshtë. Ndërsa aty kam ato që u tregova më përpara që është lindja e Krishtit, edhe gjithashtu këta qërinj i kam bërë me fjongo që të duken pak më me atmosferë festive. Edhe kështu duket salloni pak a shumë. Ta tregoj edhe me një plan pak më të largët. Kështu duket pak a shumë. Aty sipër thash do vendos yjet dhe kjo pjesa këtu që duket pak si bosh do mbushet. Ndërsa aty poshtë tek pema ka vendos një batanie sepse tregoj pak dritën. Ka vendos një batanie, sepse nga viti kaluar nuk e mbaj mend ku e kam futur atë gjën që vendoset kastile poshtë pemës, se thash si vjet do vendos batanien. Madje as nuk më kujtohet nëse e kam hedhur, a kam futur në ndonjë karton që nuk e mbaj mend se ku, por që po. Edhe kjo është hera ime e parë që unë vendos pemë natyrale, edhe prandaj më pëlqen më shumë dhe jam pak më entuziaste le të themi. Mbaj mend kur isha e vogël, ndoshta në fillore ose në 9 vjeçare, po besoj nga filloria kur kam qenë diku te 10 vjeçe. Shkonin kushurin në manastirin e Ardenicës edhe merrnin pisha, edhe vija dhe unë i zbukuroja të shtëpitë e tyre, vendosnim ato pambukët, bënim ato shiritat, edhe mbaj mend ka qenë ato shiritat klasik që besoj duhet të ketë akoma në Shqipëri, më duket i blinim 100 ose 200 lekë, nuk më kujtohet mirë, por që ishte shumë të shkëlqyeshme. Kam shumë nostalgji për atë kohë, edhe më kujtoj pak kjo pema ime sepse ndihet ajo aroma e pishës, edhe nuk e di të jep një ngjatëri edhe përveç eksperiencës që ishte shumë e bukur kur e mora pemën, duke qenë se ishte edhe hera e parë, është edhe kjo pjesa, ndjesia e aroma që e ke në shtëpi, madje edhe pjesa kur bien gjethet poshtë edhe i fshin në ka atë procesin e vet të bukur. Ky është edhe zbukurimi i sallonit tim për këtë Krishtlindje. Dua gjithashtu t'ju uroj Krishtlindje të gëzuara për të gjithë ju që i festoni, edhe qofshin të bekuara gjithmonë, edhe gjithashtu edhe për ju të tjerët qoftë një vit i ri sa më i të gjitha këto. Po mendoj që ta lë këtë videon këtu duke qenë se ishte ky procesi i pemës. Ne do të shihemi si gjithmonë në videot e radhës. Deri atëherë, ciao!